Kombëtar i Fotografisë Marubi, Agjencia Telegrafike Shqiptare dhe Qendra e Studimit të Arteve pranë Akademisë së Shkencave kanë firmosur një marrëveshje bashkëpunimi për të realizuar antologjinë e fotografisë shqiptare. Stefan Çapaliku sqaroi idenë e nismës. Fotografia nuk ka qenë në fokus të studimeve tona ashtu siç e meriton. Kemi marrë iniciativen për pilimin e një antologjie të parë retrospektive të fotografisë. Projekti shkencor i nisur nga Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi synon njohjen dhe promovimin e trashëgimisë fotografike shqiptare. Pas Muzeut Marubi, patjetër arkivi më i rëndësishëm tjetër i fotografisë është arkivi që dokumenton kryesisht historinë e realizmit socialist shqiptar. Pra, referu viteve nga 1953 deri në vitet 90, por edhe deri madje edhe më tej në dokumentim. Antologjia e fotografisë shqiptare do të bashkojë fotografitë e Muzeut Marubi dhe ato të Agjencisë Telegrafike Shqiptare, duke sjellë një studim të plotë të imazheve që ruhen nga kohë e fotografë të ndryshëm. Agjencia Telegrafike Shqiptare është një agjenci e vetme zyrtare. Arkivi i saj është jashtëzakonisht i pasur dhe Luciano e tha. Kemi mbi 260.000 foto dhe negativ. Ky vit do jetë një vit sulmi për të digitalizuar të paktën një pjesë të rëndësishme për të vazhduar dhe vitin tjetër. Kjo do ndihmojë jashtëzakonisht studiusit, historianët. Projekti pritet të zgjasë rreth 2 vite dhe në të do të jenë të përfshirë shumë studiues nga Qendra e Studimit të Arteve.